E ke fjalën para ata institucionet të cilët me vite nuk kanë bërë asgjë për manastirin dhe unë të kërkojnë ndihmë. Nuk do të rokas në një derë ku pikë parë ndoshta mund të ndihma e gjithë shqiptarëve do politizohej dhe nuk të rokas aty ku rinia shkelet. E menaxhojmë vetë me një çiratë të cilën e paguajmë 1300 euro, domethënë është një sakrificë shumë e madhe. Biblioteka domethënë do të jetojë deri në momentin që do të jetoj unë, gjatë gjithë kohës jemi në presion të madh që sa më shpejt i bim edhe libra të cilët kanë mbetur në kamës të Tiranës, të cilin e falenderoj Edisonin. Janë diku 20.000 libra, po ashtu edhe në Kosovë. Falenderoj Milaimin i cili i mban në magazinën e tij diku 7.000 libra. Manastiri ka një mërgat shumë të madhe në Australi, e cila mund të them ka dhe miliardera atje, por që nuk kanë ndihmuar bibliotekën as pak. Përfaqësues politik nga Maqedonia e Veriut, që nga Pallati i Kulturës dhe nga biblioteka ku kanë qenë shumë përballë dhe shumë afër, i kaluan përreth bibliotekës në mënyrë shumë të pështrume, nuk respektuan as bibliotekën, as shqiptarët dhe as studentët dhe vazhduan rrugën drejt restorantit ku ato kishin planifikuar për të drekuar në manastir. Posa kthehem nga Tirana, futëm në ligjërata dhe profesori në fjalë kishte pasur një problem personal, shkarkimi i tij nga dekanati dhe fatkeqësisht viktime e shprehjes së mllefit të shaun dhe filloi me një kërcënim. Këtë e ke pikë të dobët? Tash për tash ndoshta të dashurin.